Po, dhe unë po të them që nuk kam dëgjuar kurrë në narrativ apo në një pyetje që t'i bëj një pyetje dikush, një njeriu dhe t'i thotë çfarë mendon për burrat që janë kukulla në dorën e kryeministrit. Nuk e kam dëgjuar, e kam dëgjuar në mënyrë të vazhdueshme, kur vjen fjala për gratë, e dëgjoj këtë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kjo pa diskutim që ka një konotacion negativ se ajo që ne shohim me lup janë gjithmonë gratë. Nuk e bëjmë këtë gjë me të njëjtën lup për burrat. Kjo është e para. Sepse kryeministri i quan çryk burrat. E dyta, po tani ka filluar. Si kemi në lupën e analizës. Nuk po flas për këto 2 javët e fundit, Ediona, po flas për 12 vitet e fundit. E para, e dyta, më tregon nëse ka ndonjë kriter që abuzohet me këtë. Po ti e di shumë mirë që kryetarët i trumbetojnë në publik që janë ne kemi thithur më shumë gra në parti, kemi rritur kuotat, edhe këtij nuk japin lirin e plotë. Ti e di shumë mirë këtë gjë. Dhe pikërisht pyetja. Çfarë kuptimi ka që ke plotësuar kuotat kur ato janë në rresht të kryetarit? Kush të ka thënë që ka plotësuar kuotat? Domethënë ku janë këto kuotat? Në mendjen e kujt? Që po bëhet mes partive jon ne kemi përfaqësi të madhe grash, ju skemi. Ti mendon që Partia Demokratike i bënte nder që në 12 qarqet e vendit nuk vendosi asnjë grua? Ti mendon që nuk ka Partia Demokratike gra absolutisht të mençura, të zgjuara që kanë bërë betejë politike? Shumë gabim. A duhet duhej, shumë gabim. Po unë s'kisha dëgjova. Në fakt ajo që do thoja është. Po pra, që nuk kanë futur gra pra. Po në raport me ju. Po ta mbaroj më. Si shifra. Unë po them, a duhet thënë që Partia Socialiste këtë gjë e ka superuar edhe nuk e ka në këtë ditë të zezë? Patjetër. Duhet ta themi këtë gjë. Dakor. A ka një vend që të tregon ty dhe thotë që ka kuota për pjesëmarrjen e grave në qeverisje? Nuk di të ketë kuota për këtë gjë. Po mirë, pra është kjo ka lidhje. Pra, pikërisht ka lidhje me vullnetin e lirë. Po dakor, po në parim kjo vlerësohet, kjo është për tu vlerësuar. Patjetër, pra. Çështja është po duhet ta vlerësojmë. Jo, po mos mbetemi në parim. Pjesa që mirë kjo u bë, po këtë se themi ne që kjo u bë. Po patjetër, të mos e nuk e themi. Shesim të tilla. Ne kalojmë tek pjesa tjetër që gjithmonë. Do të thënë çfarë vlerë ka kur ti afron gra dhe gra që ti nuk i jep lirin e plot. Që nuk jep lirin e plot kur ti je në një parti politike. Dakor, pra po do duhet të realiteti e kjo. Prandaj po them, kur ti je pjesë e një formacioni. S'kam parë ndonjë grua unë të dal kundër kryeministrit për shembull, se di ndoshta s'mbaj mend. Po s'kam parë asnjë burr, as unë s'mbaj mend. Po burrat i hoqa pra, s'po merremi me burrat. Po pikërisht pra ky është gabimi që ndërkohë i heqin burrat edhe vëm target vetëm gratë. Kjo është ajo që po them. Ka ndryshuar situata. Jetojmë në kohën kur ka shumë gra e vajza në politik. Nuk ka pas qenë kështu. Po kjo ishte vetëm burra. Për shkak të kujt? Gabim pra ka qenë, po kemi evoluar në këtë drejtim. Eksakt pra, po kemi evoluar, duhet ta themi që kemi evoluar për shkak të një qeverisje që ka pasur. Është pyetja ime apo fiktivisht, formalisht, këtu e kam. Absolutisht, nuk mendoj fakti që fasad apo realitet. Po ti e fjalë për fasad, më thon çfarë rëndësie ka se ti je burr dhe grua. Ti bën gjërat e tua edhe nuk të përçet puna për fasadën se kujt po ja tregon fasadën. Nëse ju themi njerëzve që gratë në politikë janë vetëm kukulla, kjo pasaja e bën super studio, kryeministri është zoti, kryeministri është i pagabushëm, është 10 hapa përpara gjithë njerëzimit, ai kemi dëgjuar gjitha këto lavde në ekstremitete ne që janë çmendurira? Po pra, po nuk e kemi dëgjuar nga i kanë bërë edhe gra e vajza, patjetër, edhe ato mbajnë përgjegjësi për ato që thon, marrin notën e tyre për ato që thon, çdo njeri nga ne gjykohet për ato që thot. Po ti nuk mund të ti fusësh se me që është dikush që thotë që kryeministri jonë është i pagabushëm, kështu mendojnë gjithë gratë që janë brenda Partisë Socialiste. Jo, ideja është unë mendoj që burrat janë më lehtësisht kompromentueshëm në këtë drejtim dhe besoj më shumë tek gratë dhe vajzat që të dalin edhe mbi kryetarin, të kenë më shumë pavarësi. Unë besoj më shumë këtë, prandaj edhe pyetjen e lokalizova në këtë drejtim. Edhe unë prandaj ta dash përgjigjen. Edhe pikërisht kjo është ajo që mendoj. Domethënë, unë nuk them që njerëzit janë deri tani, nëse domethënë e ke dëgjuar me vëmendje që po them, është që çdo njeri është i gabueshëm dhe kur them çdo njeri, po flasim për njerëzit. Unë nuk mendoj që kryeministrat janë super njerëz. Nuk mendoj që janë qenie që na vinë janë alien, janë njerëz. Dhe kur të them që çdo njeri është i gabueshëm, ti ke një njeri në studio që ta thotë këtë gjë. Sa po diskutuam për ato që unë e konsideroj si terma të përgjithshëm. Është një përgjigje
diplomatike, formale, në termat përgjithshëm. Unë nuk kam dëgjuar të dalë dikush edhe thot kryeministri këtë ka gabim. Në ko fushate e pret këta, apo e ke kështu në përgjithësi? Jashtë fushate, lëre fushatën. Fushata është fushat, në të tëra raste. Është fushat, dakord. Se kam parë, nuk e di, ose se kam parë në nota shumë të larta, në përqindje të lartë, edhe s'më është fiksuar, ndoshta edhe ka raste që ka ndodhur, po edhe prandaj krijohet dhe perceptimi që sigurisht dhe gratë rreshtohen te kryetari. Është perceptim ky. Patjetër, edhe unë prandaj po them, dhe në fakt ato perceptimi tjetër i imi është që ajo që ne marrim në analizë dhe i vëm një lente super të madhe janë gratë. Jo, dakord, se ne bisedon po e bëjmë për pjesën në Partinë Socialiste, njëjta situatë edhe në Partinë Demokratike, po ti je nga Partia Socialiste. Jo, s'është fare e njëjta situatë. Nuk ka fare të njëjtën situatë e Partia Demokratike. Unë sapo të përmenda faktin që në 12 qarqe të vendit nuk kisha asnjë drejtues politik grua. Si është e njëjta situatë. Do të bëhet fjalë fare për njëjtën situatë. Bëhet fjalë për dy ndryshoni, po. Bëhet fjalë për dy situata totalisht të ndryshme. Dita ndryshoni, është vërtet. Në statistika ndryshoni. Nuk është fjala vetëm për statistikat, se ne nuk po flasim për një kryetare bashkie si statistik, po flasim për një grua që drejton një bashki. Ne nuk po flasim për një ministre që drejton vetëm një ministri, po flasim një grua që drejton një ministri. Këto nuk janë statistika, janë njerëz real me kontribute reale aty, që nuk kanë nga mbrapa burra që i drejtojnë edhe këto janë aty, janë ulur vetëm se duhet plotësuar një statistik. Kështu që për këtë arsye them që kur flasim për njerëzit dhe kur flasim për pjesën e arritjeve, pjesa e promovimit grave në politik patjetër që është një merit e padiskutueshme e Partisë Socialiste, se ti nuk e shikon nga ana tjetër. Edhe do ishte një gjë fantastike në fakt që ta shikoje. Se unë mendoj që edhe gratë të mençura të Partisë Demokratike sa më shumë të ishin në ato lista, veçanërisht listat e mbyllura, aq më nder do i bënte politikës në Shqipëri. Si po të duket me qira fjala fushata e kundërshtarëve? Fushata që bën zoti Berisha, pa diskutim që është një fushat ndryshe nga herët e tjera. Për mirë? Ndryshe nga herët e tjera ku ka pasur absolutisht një narrativ të tmerrshme, edhe ne të gjithë mbajmë mend historinë e narrativës së kryetarit të Partisë Demokratike, që nuk pyeste burra apo grua, po i hynte me libër shtëpie çdo gjëje. Ndryshe nga, unë mendoj që kjo mund të jetë një nga meritat e Lacivitas, që fushata nuk ka qenë me kaq shumë tone agresive. Megjithatë ne e dim shumë mirë që në fakt fushata e vërtet ndodh në këto 10 ditët e fundit. Edhe do shohim se cili do jetë diskuri që po çështja që po diskutohet kaq shumë ditët e fundit për lobimin. Si të duket? Lobimi pjesa e 6 milion dollarëve. Mendoj që do t'i bënte nder Partisë Demokratike ta kishte deklaruar vetë para. Domethënë tani unë s'e kuptoj akoma se si ka njerëz që mendojnë që janë ca gjëra që veçanërisht kur bëhet fjalë për të tilla shifra që ti mund t'i mbash fshehur asi. Një nga elementet që ne nuk dim akoma është sa është kontrata që është paguar Lasivita. Ne nuk e dim ende sot e kësaj dite. Që normalisht tregon për mënyrën absolutisht jo transparente se si ti e bën fushatën. Po mirë, raste ngjashme në këtë vend janë regjistruar edhe më herët, edhe nga liderë të tjerë. Të tipit? Ti kujton besoj, po edhe Rama edhe Meta, gjithë janë përfshirë në lobime me shifrat majme, në kontrata me shifrat majme. Për shembull, po lexoja një analizë, gaboj nëse do të mundohesha në këtë moment të rikujtoja emrin, kush e kishte shkruar, që vinte në dukje për shembull kontratën e kryeministrit Rama me çiftin Blair, për shembull, në Britaninë e Madhe, për konsulencë me shifrat majme, disa vjeçare. Domethënë, të gjitha këto edhe lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë. Pra nuk është një rast i lokalizuar në Partinë Demokratike, ëh? Pjesa e lobimit. Praktike e njohur. Patjetër, pjesa e lobimit është profesion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë lobimi, lobisti janë njerëz që e nxjerrin bukën e gojës nëpërmjet kësaj gjëje. Pra, nëse ne e themi këtë gjë, jemi dakord që kjo nuk është një gjë e palishme. Por ajo që bën një diferencë shumë të madhe është që kontrata me Tony Blair ishte një kontratë si ta çojmë Shqipërinë përpara. Kontrata 6 milion dollar e Sali Berishës është që si të heqim non gratën për Berishën.
Unë nuk shoh këtu ndonjë letra, nuk shoh këtu ndonjë aty në letra sfiguron. Po, ndërkohë ti për çfarë mendon që është, për çfarë është kontrata? Jo, në letra edhe aty për Shqipërinë më të mirë flitej. Kështu që nëse mbetemi me letra. Nga pikpamja e letrave ti mendon që 6 milion që është. Ato që lexoj aty zez në të bardhë, se nuk e di para paskenat. Është tjetër kur ti ke qeverinë dhe përpiqesh që si ti çosh përpara dhe merr konsulent për të çuar përpara proceset e politikbërjes, vendimarrjes, si të ketë benefite Shqipëria. Është tjetër kur ti je në opozit, ke një titull që është non grata dhe paguan $6 milion. Dhe këtë nuk e bën transparente, po e nxjerrin mediat. Nëse çdo gjë ishte kaq transparente, ti e lobon dhe thua që un po loboj që Shqipëria madhështore të bëhet sërish e madhe siç ka qenë dikur, që un nuk e gjej se kur ka qenë kjo Shqipëria dikur e madhe dhe ne po e rinxjerrim sërish. Kështu që për këtë arsye them që $6 milion nuk i ka hedhur as Gruevski, që u përpoq edhe ai të hiqte pjesën e vet dhe të lobonte për të ndryshuar imazhin që kishte në departamentin e shtetit, se edhe kontrata e Gruevski ka qenë $1 milion. $6 milion nuk është. Unë mendoj që të heq ty të gjithë mundësinë si parti politike dhe si opozit për të diskutuar për të folur për parat pista, për të folur për histori korruptive etj, se $6 milion janë një shifër wow.